dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Të herë në këtë video do kemi një AliExpress haul. Më në fund vendosa që të bëj një video ku do t'ju tregoj të gjitha produktet që unë kam porositur në AliExpress. Unë porosis shumë shpesh produkte në AliExpress, për mos të thënë që një pjesë të mirë të gjërave që përdor i porosis atje, duke qenë se kanë një cilësi normale dhe çmime shumë të mira, pse jo. Dhe duke qenë se porosis shumë produkte në AliExpress, mendova që të bëj një haul me të gjitha produktet që unë kam porositur dhe do t'ju tregoj një nga një. Kështu, pa u zgjatur shumë, do filloj me produktin e parë që e kam këtu. Unë nuk e di se çfarë është ky, sepse duke qenë se kam porositur shumë produkte, kam edhe disa produkte të ngjashme. E di që është një çantë make-upi. Unë nuk e di nëse ju ndodhet e juve, po unë mendoja për shembull që kisha shumë çanta make-upi që mund t'i përdorja për udhëtime. Në shtëpi unë i vendos gjërat e make-upit në një vend të caktuar, po kur ikin nëpër udhëtime, na duhen çanta make-upi që t'i vendosim produktet të organizuara në valize. Dhe unë mendoja se kisha çanta make-upi, po në fakt kur shkova në udhëtimin tim të fundit, kuptova që nuk kisha aq shumë çanta make-upi. Dhe kështu që kuptova që duhet të blija çanta make-upit dhe fillova t'i blej një nga një tani këto çantat. Dhe do ju tregoj tani çantën e parë, që tani po e pash është çanta e parë që kam porositur. Dhe çanta më virale në rrjetet sociale. Nuk e di nëse keni parë edhe juve, por unë e kisha parë shumë në rrjetet sociale edhe thash. Tash pak të keskën. I kisha parë shumë në rrjetet sociale këtë çantën, që besoj të gjithë e keni parë, që është kështu me këndarin. Dhe mendoj që kjo është një ndër çantat më të mira për të vendosur gjëra. Por, duke qenë se kam pasur edhe dyshime, thash që duhet ta marr më mirë në AliExpress për çmimin që ka. Sepse ndonjëherë këto gjërat virale nuk janë vërtet aq të mira sa që duket. Në këtë sens, thjesht bëhen virale, mendohet se mund të jetë një produkt shumë i mirë, dhe ndërkohë kur ti e blen produktin, zgënjehesh nga cilësia e atij produkti dhe ai nuk është fare ashtu siç duket. Kështu që unë thash, më mirë, unë e blej në AliExpress të produktin, ta blej me një çmim super të arsyeshëm, që dhe nëse nuk është aq i mirë sa mund të duket në këto reklame që shohim neve në rrjetet sociale, të paktën nuk do jetë aq shumë lek poshtë, por besoj që do jetë. Edhe duket kështu. Kjo do ishte bukur në fakt që unë ta kisha mbushur pak, e ta shoh. Okej, të vendos disa gjëra edhe t'ju tregoj juve. Okej, u vendos disa gjëra këtu. T'ju tregoj pak kështu. Nuk kam shumë gjëra për ta mbushur këtë tani këtu për momentin, por okej, i vendosa disi kështu. Tu vendosa këtë pudrën e thatë, vendosa blashin e duke thjesht ta shikoj pak se si të mund të duket kjo me pak qera. Kur e kam blerë këtë në fakt isha shumë skeptike, sepse si çantë kjo okej, mund të duket shumë mirë, por thjesht kjo është një çantë që qëndron hapur në një formë. Kështu dhe kur mbyllen disa gjëra, përmbysen nuk ka poshtë, por okej, mund të gjejmë një mënyrë që t'i vendosim gjërat që mos të pijen. Dhe këto gjëra nuk më pëlqen, se kam marrë këtë si rrudh këtu, po besoj që nëse kjo më pushet më tepër, okej, kështu duket shumë e bukur. Po domethënë, realisht nëse kjo më pushet më tepër si çantë, kjo qëndron shumë mirë dhe këto gjëra nuk lëvizin. Për shembull këto këtu, duke qenë se janë xhepa të vegjël, nuk lëvizin. Dhe furçat e make-upit kanë këtë pjesën këtu në mes, që mund të futen këtu dhe do jenë shumë mirë. Ndërsa ky xhepi këtu, që është pak më i madh, ky ndoshta nuk është për këtë, po mund të ishte vura kështu për provë. Dhe po, kjo ka një gjë shumë të keqe, sepse këtu poshtë, kjo gjëja është e hapur. Dhe këto produkte lëvizin nga njëra anë në tjetrën. Edhe nuk është ndonjë gjë shumë e mirë. Megjithatë kështu duket shumë mirë.
Edhe është e bukur. Dhe kur të kem në një udhëtim tjetër, së shpejti, do ta përdor sepse ja vlen. Mendoj që po ja vlen. I mora dhe pink. Dhe të gjitha këto çantat e make-upit në fakt i kam porositur pink, sepse më pëlqen shumë ngjyra pink, të them të drejtën, edhe shumica e gjërave kanë pink. Edhe kam edhe çanta që i përdor në përditshmëri pink, kështu që dhe kështu. Do vazhdojmë tani me produktin e dytë. Atëherë do hapim bashkë pakon e dytë. Dhe që është produkti i dytë që unë kam porositur. Çfarë është kjo? Kjo është një tjetër portofol. Ta shohim pak. Që ka i vogël. E mendoja më të madh si portofol, por duket kështu. Si portofol lapsash. Por gjithsesi që nga shumë cute. Okej, është mirë për të marrë disa make-up në pushime. So, në qoftë e shikoni, pëllën dorës time është nuk ka formë. Okay. Po që më shumë i bukur. Dhe është shumë i butë. Po, mendoj që për çmimin që kishte, ja vlen. Ja vlen, why not? Këtë formë normalisht që ka tani, se po ka nga paketimi, por kur të vendos produktet këtu brenda, në momentin që do shkojnë në ndonjë udhëtim, besoj që do marrë atë formën e produkteve dhe nuk do ri më kështu. Por që ishe ka shumë lezetshëm. Okej, tani do vazhdojmë me produktin e tretë. Vazhdojmë me produktin tjetër. Tani çfarë është ky produkti? Unë kam porositur acne patches. Nuk e dini që keni parasysh. Janë ato që vendosen tek akne dhe që i shërojnë akne. Më përpara kam pas përdorur disa të Cosrxit dhe u lë këtu me foto, po nuk është se më kanë bërë ndonjë punë, që të them të drejtën. E vetmja gjë që më kanë bërë është që unë nuk i ngacmoja aknet. Dhe këtë herë mendova që t'i porosis në AliExpress. Se duke qenë se ato që i mora gjëja për të mira nuk më bën asnjë punë, thash çfarë ndryshimi do kishin ato nga këto. Dhe përveç se i mora për t'i provuar dhe për t'i bërë një review, thash ok, dhe sikur mos të bëjmë punë që t'i shërojnë akne, të paktën unë nuk do t'i ngacmoj, sepse të njëjtën gjë bënin dhe ato të tjera. T'ju them pak çmimin, ato i bleva 6.000-7.000 lekë, diçka e tillë. Ndërsa këto mora 1, 2, 3, 4, 5 copë, 5 pako do me thënë, që i bie 180 copë ka marrë si këto, dhe i mora shumë herë më lirë. I mora diku tek 1.000 e ca lekë, ndoshta 1.700 lekë, jo më tepër. Gjithsesi unë do t'i provoj këto, edhe do t'ju lë edhe një review këtu tek video që t'ju tregoj a ja vlen apo jo. Edhe pse, siç thash, këto i kam marrë thjesht që mos i ngacmoj akne, sepse unë po e pata aty është e sigurt që do ta ngacmoj. Të paktën me këtë, jo. So, vazhdojmë me produktin tjetër. Tani do vazhdojmë me porosinë e radhës. Që është këtu. Një pakos shumë madhe, që do ta hapim bashkë. Çfarë kam porositur këtu? Keni parasysh këto setet virale, dhe ja u lë një foto që ta shikoni. Wow. Porositur këtë setin viral. Porosita 2 setet të tilla. Nuk i kam porositur të dyja për vete, po porositur me ty. Sa të vogla. Wow, që e këta? Që më të bëjmë me këta? Të me thënë? No. E të gjitha shumë të vogla. Oh my god. Jo. Nuk jam fare ato që kësa e vogël është kjo. No, është gënjim. Është thjesht gënjim. Okej, kjo është disi okej.
Jo shumë të vogla. Si lodra për fëmijë. What? Është plastike. Ja. Kjo është plastike, nuk bën fare, është kot. Okej. Kjo është mirë, po ç'më duhet mua kjo e madhe, mua më duhet garushtja e madhe. Ç'më të bëjmë me garushtën? Sa kot? Dhe kjo, sa kot janë? Spatull, shumë kot. Shumë e vogël. Jo, janë zhgënjim. Janë zhgënjim. Nuk prisja të ishin kështu. Okej. Do ankohemi për të se... Okej, nuk ja vlen. 0. Nuk ja vlen fare. As pak. Presim produktin e radhës. Tani do hapim pakon tjetër. Çfarë ka në të pako? Janë këto gjërat kështu. Një të qifte. Një pako të tjerë kështu. Ato vinin me këtë pakon, që ishin të kjo që s'ka të mësën, dhe pjesa tjetër i vinë kështu. Që edhe të thotë, kam këtë pjesën të tillë dhe shoqja. Dhe këto pusitën kështu të dyja me njëra tjetrën dhe ngjiten në mur. Domethënë njëra ngjitet në një mobilje ose në mur dhe tjetra ngjitet në një objekt dhe e kap objektin në mur, domethënë. Gjithsesi do ju lë një foto që ta kuptoni pak më mirë. Ne i gjetëm këto në AliExpress super shumë lirë. Mëra 10 copë si këto që ti kemi se mund të na duhen. Kështu, vazhdojmë me produktin e radhës. Tani kemi dhe dy pako për të hapur. Okej. Vazhdojmë një herë me të pakon e madhe. Unë pak jam duke pritur dy produkte që nuk më kanë ardhur. Sipas radhës, do të vini nga foto para. Pastaj këto të dyja. Por ato akoma nuk kanë ardhur. Çfarë kam marrë? Është një spatull. Është silikone gjitha. Unë kisha bler një spatull të Jumbo. Mirë po, ajo ishte e ndarë këtu. Dhe kishte atë pishtin plastik edhe këtë pjesën silikon. Mirë po, ajo hiqet, ndahet kjo pjesa këtu dhe nuk është e mirë, sepse gjatë kohës që mund të jetë duke gatuar, mund të ngeli pjesa silikonit brenda tek masa që mund të jetë duke përgatitur, edhe thash më mirë të marr një spatull që është kështu komplet. Edhe zgjodha këtë kështu me roz. Tjetër, kjo gjëja është. Nuk është një si ta them, të thuash e domosdoshme, po është shumë e bukur. Edhe thash, se mos t'i marrë më të gjërat, se mos i kemë të ullqyqë. Tani, që jam këto? Nuk e din të si ju ka rënë rasti që ti shikoni kështu në për jetës sociale këtë gjërat. Këto. Po, janë shumë të lezetshme dhe për shaj mora unë këto. Tani unë kam këto, AirPods-at e mi. Dhe do të bëja që kështu estetik të bukur. Edhe po, do t'i vendos këto gjërat që të duken super cool. Një sekundë sa të vendos pak. Edhe kështu i vura më në fund. Nuk duken super cool. Do me thonë thjesht. Wow. E di, nuk e di se që pas kam sot, po. Ok, nuk është ok. Tani. Ma gjeno di pak. Që të kesh kështu gjërës në vesh.
Kish. Duke shumë bukur. Tani mendoj që ka ardhur koha që të blej një klap për AirPods-at e mi, po që t'jep pink. Se unë kur e mora këta e mora që të ishte në kombinim me iPadin. Po nuk i kam gjërat bukur. Nejse. Duken shumë të lezetshme, më pëlqejnë. Okej. Pak vështirësi për të hapur dhe për të mbyllur, kështu. Nuk që kam të aq të mira, me thënë drejtën, sepse nuk me zi unë bëllë ka kjo. Hecmë. Edhe kështu, tani, do presim produktet e tjera, edhe do vazhdojmë të hapim pakot të tjera nga AliExpress. Jeli, pakot tjetër nga AliExpress. Para kësaj prisja një pakot tjetër, po ajo nuk erdi fare. Edhe unë kërkova rimbursim. Gjë që u bë. Fajnë. Edhe unë i mërë lekët e një mbrapsht. E shi lekët e përsit. Kjo është për tualetin. Ka këtë formë kështu si lule. Dhe është kjo. Hapet këtu, është si gjel. Dhe so cute. E shtyp këta dhe vendos tek tualeti me anë të kësaj. Vendoset nga kjo ana tani. Vendoset nga kjo ana dhe shtypet. Edhe kjo del dhe ngjitet e tualeti për aromë. Do ta provoj, edhe do t'ju lej një video këtu që ta shikoni si funksionon. Kështu, tani presim pakon tjetër. Po jam këtu me pakon tjetër. Do thoni ju ç'është kjo. Ky është xham për iPadin tim. Wait a minute. Okej, si që vendini, unë kam bler një iPad që e përdor për të edituar video. Dhe kur e bleva doja që të vendosja një xham mbrojtës. Mirë po, ai personi që shkova në tablia nuk kishte xham mbrojtës për iPadin. Dhe më vendosi një xham improvizor. Që siç e shikoni këtu tek cepi, është i prerë edhe kjo pisa anësore këtu nuk ka fare xham. Ajo sa fare xham në fakt është si qese, po hajde. Dhe me qenë se nuk e kishte xhamin e vet, unë vendosa që t'ja porosisa në AliExpress dhe ja ku më erdhi. Por që siç duket, është paketuar shumë mirë. Ka ardhur me këtë bukën e peshkut. Qyqja, si që për presku. Okej, kam e kështu. Po, këtu është. Okej. Se ndaj që të kështu. So cool. Okay, wow. So cool. Që që paketimja, që të mos ketë shanse të thyhet. Edhe ja ku janë të gjërat. Të janë ato letrat, të janë ato pajisjet që vendos xhamin. Kjo është thjesht ndarse, do të thënë është si këto. Po, dhe xhami është këtu. I ngjitur, shik, kishte këto letra për to kalli, këtu. I kishte që të ishte i ngjitur dhe mos të lëvizte fare. Cool. Nise, unë nuk do t'ju tregoj se si do ta vendos. Pasi ta kem vendosur do t'ju tregoj sepse unë nuk do ta vendos vet. Kamera që ta vendos vet, kështu që do ta çoj te një person që është i specializuar për këtë punë, që ma vendosi ai, që ta vendosi mirë dhe iPad të duket bukur pastaj. Edhe kështu do shifem me produktin e radhës që shpresoj të viste më shpejt. Dhe ja ku jemi përsëri me 2 pakot të reja. Eti kam vërtet 2 pakot të reja për të hapur. Por për këtë pakon këtu ndihem vërtet shumë në faj. Sepse kjo është e pakja që unë i thash që i kërkova refund. Për arsyen sepse nuk më erdhi. Dhe mendova që nuk do vinte kurrë. Por në fund erdhi.
Erdi shumë vonë, erdi thuaj se 2 muaj me vonesë. Nuk ishte asnjë vendodhje sa ta hapa. Nuk mund ta shikoja. A të hapakët. Nuk e vogël është ajo. Okej, po e hap edhe këta. Do me thënë erdi me shumë vonesë kjo pako, ja? Nuk ishte asnjë vendodhje që unë të mund ta shikoja dhe ta ndiqja gjatë kohës së vinte. Ishte që në 29 tetor që nuk dukej më. Dhe më pa shpresa që do vinte, prandaj kërkova rifund, dhe thash, okej, në ti ka kërkuar në të vinë të janarit rifund, bërë dhe një review negative para 4 ditësh, dhe të prejmë të bëra review, dhe të hënë më vjen produkti. Është kaq mire paketuar, ti jam vërtet shumë në fajtën. Nuk e di po. Mendoj që duhet të kisha pritur. Nice. U vëndon shumë, po prap. Kjo është shumë bukur. Kjo është shumë bukur, shqip pak. Ta hapim pak të. Tu. Shi sa kjuqa. Dhe kjo ka edhe një spatull, shi. Ka këtë brenda. Dhe okej, të dhëme në kështu. Cute. Shumë e lezetshme është. Këta provoj pak. Si, është një qesë kështu të vogël. Jam të shkikesh. Se di pse, po, më duket vetja shumë e keqe tani. Cute. Nuk ka as aroma zja kështu, po që nga lezetshme. Okej. Dhe unë tani, që thoni juve, me qenë se kjo gjëja nuk me erdi, porosita të tjera, porosita këto të dyja. Porosita këta, nëse të dyja njëso, shumë keq, më porosita një të verdh, dhe një me pjeshk. Roz. Këtë të të gjëjë se më ka. Okej. I vera buzë dhe më. Jem dhe një gjë kush e ti. Në kej se është. Jo që nga ndryshe, kjo që nga pink. Pse që të kutirë? Sa shpejt para gjykoj gjarat. Të me thënë janë shumë në rregull. Një është kështu, e pari dhe titra është pink. Të me thënë. Okej. Shumë para gjyku se jam parë. Shumë para gjyku se. E kështu. Presim produktet e radhës, se kam porosit të mregjera. Kështu që. Kur të vinë, do të rego. E dhja ku jemi tu një pako tjetër. Do thënë jo se që ka marrë këtë herë. Le ta zbulojmë së bashku. Tada! Kjo është kas, do me thënë cover për kërkusin e telefonit tim. Dhe unë tani do ta vendos. Ja, sa e bukur është. Mora me Barbie. Do marrë edhe një për iPadin si kjo. Për kërkusin e iPadin, dhe me thënë. So cute. Janë këto 2 pjesët edhe ripi, një. Edhe ka edhe këtë pjesën e bardhë që
vendoset, nuk e di si tani, po do ta shoh edhe do ja u tregoj. Cute. Besoj duhet të futem këto kështu. Domethënë kjo pjesa këtu futet e këto. Kështu edhe duket cute. Okej, ta vendosëm edhe t'ja u tregoj tani. Okej, kisha frikë se nuk do t'i bante, po sa cute që duket. Dhe tregoj dhe pak pjesën e kësaj. So cute. Unë e mora këta sepse këto karikuesa dëmtojnë shumë shpesh. Edhe thash pse mos ta mbroj unë karikuesën e telefonit tim dhe mos të më dëmtohet. Po të qëndroj kështu. Shkoni tani. Okej. Tani për të vendosur këta, nuk do ta bëj video, thjesht do t'ju tregoj në fund. Që ta shikoni. Po që do ta vendos tek pjesa e ripit kështu. Edhe duket pink dhe në fund do ju tregoj. E vendosëm në fund. Tani kjo pjesa këtu është pak më e gjatë se ç'duhet. Unë i palgërshar, po këto janë shumë të vogla. Dhe shpresoj që mos të prish gërshërët. Dy pakët e fundit edhe e mbyllim. Çfarë kam porositur këtu? Njëra është e imi, që është pakoja këtu, dhe kjo tjetër është e motrës time. Pra, kur vetë të mire pakën time, pash edhe emrin e motrës atje edhe e mora. Mora dhe pakën e saj, që motra ime nuk mund ta merrte dot, sepse nuk ishte këtu. Tani, neve të dyja rastësisht kemi porositur klapa telefoni. E duhet që të shikoni pak gustot tona edhe idet se si mbajmë klapat. Tani, klapi që ka marrë motra ime është këtu. Me një zemër të cute. Tërsa unë, klapi që zgjodha këtë herë, është ky klapi këtu. Okej, o është një që të një rëtë. është klapi këtu dhe është i bardh, edhe ka të gjitha këto reflekset e mundshme kështu. Po, kishte edhe këta ripin. Klapat me këta rip kanë dalë shumë në modë. Edhe si vendoset ky ripi, do thoni juve, ka këtë pjesën që te klapi këtu brenda. Vendoset i kjo pjesa këtu dhe kalohet këtu, pastaj ripi del. Nisë unë do ta vendos tani, se unë do ta mbaj edhe ripin për ca kohë. Pastaj me kismet ndoshta e heq. Kështu. Kjo do qëndroj këtu drejt, edhe duket pak si vi kështu, po. Who cares? Da. Kështu tani, unë do la vendosë telefonin dhe do ju lë këtu një foto se si duket klapi im i ri tek telefoni im. Dhe me këto kasat e telefonit, unë po e mbyll këtë video. Dhe ne do shihemi në një video tjetër. Dhe do t'ju them, nëse ju ka pëlqyer kjo videoja, dhe nëse doni tipologji të tjera videosh si kjo, mund të bëj akoma, sepse unë vazhdoj të porosis produkte në AliExpress, madje tani kam hapur edhe account e mu, edhe mund të porosis edhe atje. Dhe t'ju tregoj edhe më tepër. Gjithsesi mos harroni të më bëni një like, dhe një comment, share me miqtë tuaj të afërt, dhe më e rëndësishme nga të gjitha subscribe. Shihemi shumë shpejt. Bye.